Bismillahirrahmanirrahim. Mramin që kaloi, shpërndava një mesazh për ndjekësit në Instagram, ku ndër të tjera, unë thash, qëndro si i huaj, akalimtar, puno pa ndërprerje për të arritur qëllimet e tua fisnike dhe mos e hum kohën duke plotësuar tekat e të tjerëve. Qëndro si i huaj, akalimtar, në fakt, kjo është një porosi shekullore që na vjen nga urtësia e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në librat e hadithit ne mësojmë një fjalë shumë të madhe që thotë bëj çmos që të jesh në këtë botë si i huaj, akalimtar. Domethënë mos më i dhanë rëndësi njeriu situatave të ndryshme në përditshmërinë e tij, aq sa me u bashkak që me prish humorin e tij, energjitë e tij, qëllimet e tij fisnike, me i prish qefin që i ruan ekuilibrin e të mirës në jetën e përditshme, por me i bë të gjitha situatat me të cilat përballemi, situata të thjeshta dhe kalimtare pa i dhënë asnjë rëndësi. Pra mos me i dhënë më shumë se që meritojnë. Ka disa njerëz që ngelen peng tek diçka shumë e vogël. Mirë, po në fakt nuk i bëjnë dëm askujt përveç se vetes së tyre. Thash po ashtu, qëndro larg toksinave të çfarëdo lloji qofshin, sepse do të jesh i fituar në qetësinë e lodhjes dhe zhurmës tënde për të arritur qëllimet e fisme. Pra, në përditshmërinë tonë ka shumë thashetheme, ka shumë njerëz që merren me intriga, që duan të zbirilojnë në jetën e secilit. Po konsumoja ditën e sotme një bashkëbisedim me një mik të vjetër dhe po flisim ndër të tjera edhe për këtë fakt. Se si në shoqëri të ndryshme, nëse një person takohet me një tjetër, 10 arsye vërsulen drejt atyre të dyve, pse u takuan, çfarë folen, pse sot, po dje kishte ndodhur kështu, po pardje ashtu, po ky kishte thënë, po ky kishte shkruar, po edhe sillen njerëzit në vorbullat e thashë themnajës, edhe në vend që secilit shikoj punën e tij dhe të merret me angazhimet e tij ditore, të shoh punën e tij, të përsos adhurimet e tij, merret me punët e hallkut. Mirë, po me u marr me punët e hallkut, do të thotë se ti ke bjerë të sotmen dhe të nesërmen tane. Po takoja një ditë një mik dhe po flisnim për botën e librit, po flisnim për studimet, po flisnim për disa personalitete të qytetit, por jo vetëm nga e shkuara, dhe afrohet edhe një i nderuar. Dhe ndodh një bisedë shumë e çuditshme në mesin e këtyre dy personave. I pari i thot të dytit se të kam pa dikun se ke qëndruar me disa me edhe unë ngela i habitun. Edhe i thash, a më lejoni t'ju them diçka? Kur kam qenë student në Damask, kryemëftiri i Sirisë, Sheikh Ahmed Keftaru, hoxha jon i madh, tha një ditë një fjalë që më ka ngel në mendje, madje edhe e kam shënuar. Ai si një thirrës i madh i afirmuar dhe njëri që gjatë jetës së tij ka taku me dhjetra, me qindra personalitete të ndryshme të botës, nga lindja në Perëndim, personalitete fetare, politike, të kulturës, të artit, të thuj pafund. Edhe thotë që nuk kam taku njeri në jetën time përveç se kam pa të mirën në te. Dhe thoshte se për herë ka të mirë në këtë botë o virë. Dhe një ditë tha një fjalë mbi të gjitha këto. Sa po të kem mundësi të takohem edhe me shejtanin, unë edhe me shejtanin ulem dhe e ruaj dinjitetin tim. Që do të thotë se në jetën tonë të përditshme, ne gjithë secili prej nesh ka një agjend, gjithë secili prej nesh ka një rrugë, gjithë secili prej nesh ka një jetë, gjithë secili prej nesh ka botën e tij të mendimit, të veprimit, të zhvillimit të asaj për cilën ai punon. Dhe gjatë rrugëtimeve të tij, patjetër që do të ndeshet me njerëz që dikujt i pëlqejnë, dikujt nuk i pëlqejnë, që mund të jenë të rrugës së tij, por mund të mos jenë të rrugës së tij, që mund të jenë të udhëzimit, po mund të mos jenë të udhëzimit, po që mund të jenë brenda rrugës së udhëzimit edhe me një ambalazh brenda së cilit është e kundërta asaj që shfaqet, por edhe në realitete
të tjera ndrysh për kësaj që përmenda. Njeriu asnjëherë nuk duhet me humb dinjitetin e tij në komunikim me të tjerët, por se nuk duhet me leju që toksinat e provincës me ndiku në punën e tij. Pse e takove këtë? Punë të pashme atë. Po a ki ken mram aty? Po ti ki ken për edhe atje? Të gjitha këto shumëzoni me zero të dashtëm. Të gjitha këto shumëzoni me zero dhe mos lejoni që asgjë dhe askush t'ju frenoj dhe t'ju pengoj në rrugtimet tuaja fisnike në jetë, në çfarë do lloj fushë që t'jeni, dhe mos lejoni që dikush nga pa udhësia e tij, nga pa siguria e tij, nga mungesa e udhëzimit në jetë, nga hutimi që e ka përfshin si njeri, me ndiku dhe me ju prish ekuilibrin e punës tuaj dhe vrullit me të cilin ju punoni për të mirën. Me fjalë të tjera, pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson që në jetën tonë kalimtare të jemi si të huaj, as si kalimtar. Që do të thotë, nëse ti je i huaj në një vend, a je kalimtar në të, pa tjetër që ti nuk do të kesh nge, si që themi në Shkodër, që të nalesh me dikën djathas e me dikën majtas. Ti ke për qëllim vetëm me ecë dhe me kalu shpejt. Shpejt me kalu për me mrit në destinacionin tënë. Ndërsa me unal, ky tha, ai tha, ky shkroi, ky pa, ky tha, këto të gjitha na humbin energjinë, na prishin ekuilibrin e ditës dhe të natës dhe na marrin peng të asaj që unë i them toksina. Dhe ne nuk jemi të toksinave. Ne jemi të zhvillimit. Ne jemi të përparimit. Ne jemi të udhëzimit. Ne jemi të asaj që i drejtohemi në çdo moment Zotit të gjithësisë, duke i thënë ja Rab, unë e di se nuk jam asgjë. Vetëse lutem që me mëshirën tënde e me butësinë tënde e mbarësinë tënde, me ken dikush në sytë e tu, që punon për ty, që vepron për ty, që përpiqet për ty, që ka përpara syve të ti atë fjalë të madhe që e tërheq drejt të pëlqimit tënd. Është shumë e rëndësishme kjo. Pëlqimi i Allahut me ken kërkesa e jon, jo pëlqimi i hallkut. Hidhni fjalët e hallkut, edhe vështrimet e thashethemet e hallkut, edhe ecni përpara në kërkim të hakut. Allahu ju dashtë.